أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selami i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, jemi në xhuman e dytë të këtij Ramazani. Jemi në pjesën e parë të këtij Ramazanit, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si mëshirë, si rahmet. Nuk e lutë Allahun xhaleshanuhu që ky rahmet na ka planë secilin prej nesh këto 10 ditën e parë, pjesën e parë të Ramazanit. Ne do vazhdojmë me komentimin e surës Yusuf, ajetin 23, 24, 25 dhe derisa të kemi kohë do vazhdojmë edhe në ajetet tjera. Kemi arritur te pjesa të cilën e kam titulluar Zonja e shtëpisë ku ndodhe Jusufi alayhis salam fillon ta josh ta ngacmon. Kur Jusufi alayhis salam e arriti moshën e pjekurisë, zonja e shtëpisë ku ai jetonte, bashkëshortja e Azizit, tentoi ta ngacmoje, ta joshat. Një mjedis i përshtatshëm ishte përgatit për këtë qëllim. Të gjitha dyert ishin mbyll mirë dhe pejgamberi i Allahu xhaleshanuhu Jusufit alayhis salam i u bën një propozim i pahishëm. Përgjigja e Jusufit alayhis salam në të rrethana është shembull i sjelljes së moralshme që të gjithë besimtarët duhet përpiqen që ta arrijnë. Allahu xhaleshanuhu e përshkruan këtë ngjarje në këtë formë në surën Yusuf, ajeti i 23, ku Allahu xhaleshanuhu thot: e ajo në shtëpinë e së cilës ishte Jusufi i bëri lajka ati dhe i mbylli dyert e i tha: hajde. Jusufi alayhis salam i tha: Allahu më rujt, ai zotëriu im, burri yt, më nderoi me vendosje të mirë, si mund t'i bëj hile në familje. Nuk ka dyshim se tradhtarët nuk kanë sukses. Përfundon ajeti kuranor. Komentatorët e Kur'anit familjarët këtë ajet kuranor e shpjegojnë kështu. Allahu dhul Xhelal na njofton rreth gruas së ministrit në shtëpinë të cilit u rrit dhe u edukua Jusufi alayhis salam. Ai e pat porosit bashkëshortën e vet që të kujdeset mirë për Jusufin alayhis salam dhe të sillej mirë, me respekt, me nderim për ta. Por
ajo dështoi në këtë drejtim. Filloi Jusufin a.s. ta joshe për poshtërsi. Zemra e saj ishte fillu të pranon një smundje e cila filloi të shfaqë karshi Jusufit a.s. Kështu që ajo një ditë u zbukuru, u stolis, i mbylli pas vetës gjitha dyert dhe filloi ta ngacmon, ta josh Jusufin a.s. duke i thonë fjalë të ndryshme në mesin e tyre, eja si jam e gatshme për ty, por Jusufi a.s. u përmbajt dhe tha Allahu më ruajt. Dhe më thonë Jusufi e refuzoi këtë patupsi dhe nxitoi të largohet me forcë prej saj. Ai tha Jusufi a.s. Zotria im bashorti yt me plot bujari më ka nderu, më ka strehu, më ka ushqi, më ka mirëmbajt dhe unë sot t'i preki nder atij, nuk ja lejoj vetvetes time. Fjala Rabbi në këtë rast përdoret në kuptimin zotria im. Kështu kuptimi është burri yt dhe zotria im është kujdes në mënyrën më të mirë për mua. Ai më dha strehim e kujdes të veçantë si për asnjë tjetër dhe kjo është një pamirësi e madhe e tij. Atëherë si mundet unë t'ja shpërblej atij në këtë formë të shëmtume kundrejt familjes dhe gjënave të shtrenjta, të shenjta të tij. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin 24 të surës Jusuf dhe thot: ajo e mësinja qëllimisht e atij do t'i shkonte mendja ndaj saj, sikur mos i prezantohej argumenti nga Zoti i tij. Ashtu e bëm të vendosur që të largojmë nga ai të keqën dhe të ndytën. Vërtet, ai ishte nga robët tanë të zgjedhur. Dietarët e tefsirit kanë dhënë shpjegime të ndryshme në lidhje me qëndrimin e Jusufit a.s. këtë sprovë të madhe. Bëhet fjalë pikërisht për fjalën e Allahu xhaleshanuhu që në përkthim edhe ai do ta kishte lakmu ata. Disi janë të mendimit se bëhet fjalë për shkëndijat e mendimit dhe të dëshirës që lindin e kalojnë nëpër zemrat e njeriut në situata të tilla. Disa dietarë tjerë thonë se kuptimi i fjalës është tentoj, por me kuptimin tentoj që ta godiste atë. Disa dietarë tjerë thonë se Jusufi a.s. dëshiroi që ajo të ishte gruaja e tij, ndërsa disa të tjerë gjykojnë duke marrë parasysh kontekstin e fjalës më pas, kështu Allahu i lartësuar thot, dhe ai do ta kishte lakmu ata sikur të mos shihte provën e Zotit vet. Pra, kuptimi është që ai nuk e dëshiroi as pak atë, për shkak të provës që Allahu xhaleshanuhu ja kishte dhënë. Sidole tjetë Allahu xhaleshanuhu e din më së miri. Në ajetin e 25 të surës Jusuf, Allahu xhaleshanuhu vazhdon dhe thot: dhe që të dy ata u ngutën ka dera, ajo ja grisi këmishën e tij nga mbrapa dhe pranderë ata të dy e takuan burrin e saj. Ajo tha: çfarë mund të jetë ndëshkimi i atij që tenton të keqen në familjen tënde, përpos burgoset ose dënim të dhëmshëm. Allahu xhaleshanuhu këtu
Ktu e përshkruan situatën kur të dy ishin duke nxitu drejt derës. Jusufi shpejtoi, vrapoi për të shpëtu nga poshtërsia e joshjes së kësaj grue, ndërsa ajo vrapoi për ta tërheq atë pas vetës, për ta përmbush dëshirën e saj. Kështu, ajo e tërhoqi aq fort prej këmishës sa që e grisi këmishën. Tek dera ata u përballën me Zotrin. Atë çast ajo e ndryshoi menjëherë qëndrimin e saj me dinakri, e akuzoi Jusufin a.s. pikërisht për të njëjtën smundje që e kishte pushtuar zemrën e saj. Ajo tha: çfarë ndëshkimi meriton ai që tentoi të bënte keq në familjen tënde, përveç burgosjes ose diçka e tjetër më të dhimbshme. Atëherë Jusufi a.s. e mbrojti vetën e vet dhe tregoi pasërtinë e tij nga kjo akuzë e rëndë e ulët për tradhti e pabesi. Ai tha me sinqeritetin më të madh që ajo që kërkoi më të ndonte mua kundër dëshirës time. Ai përmendi si sprovë sa ajo e ndoqi nga pas dhe e tërhoqi me forcë, asa ja grisi edhe këmishën. Një dëshmitar nga familja e saj gjykoi: nëse këmisha e tij është grisur përpara, ajo ka thënë të vërtetën, kurse ai gënjen. Kjo do të ishte provë se kishte qenë ai që kishte tentu poshtërsinë kundër dëshirës së saj. Domethënë këmisha do të grisej nga përpara si shenjë e rezistencës së saj kundër sulmit të tij. E nëse këmisha e tij është grisur prapa, atëherë gënen rren ajo, kurse ai e thot të vërtetën. Kjo tregon se ai u largu prej saj dhe ishte ajo që dëshiroi dhe e kapi me forcë nga pas, drejt vetvetes. Janë dhënë mendime të ndryshme në lidhje me dëshmitarin që ka gjykuar. Al-Aufi sjell shpjegimin e Ibn Abbasit radiallahu anhu për fjalën e Allahu xhaleshanuhu, një dëshmitar nga familja e saj gjykoi. Thotë se ai ishte një fëmijë në xhep. Kështu është përcjell edhe nga Ebu Hurajre radiallahu anhu dhe Hilal ibn Yusuf, dërsa nga Haseni, Sejid ibn Jubair dhe Dahlak ibn Muzahim përcjellet shpjegimi se ai ishte një fëmijë i vogël që jetonte në atë shtëpi. Këtë mendim e ka përzgjedh Ibn Xheriri dhe për këtë ai sjell një hadith nga Ibn Abbasi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: janë 4 fëmijë që kanë folur në moshën e vogël fare si foshnje, dhe prej tyre përmendi edhe dëshmitarin e Jusufit alayhis salam. Por kur burri i saj e pa këmishën që ishte gris nga prapa, u drejtu dhe tha: kjo është nga dredhit tuja femrave. Me të vërtet dredhit tuja janë të mëdha. Pasi ministri e pa sinqeritetin e Jusufit alayhis salam dhe fajsin e bashkëshortës së vet me akuzat e padrejta kundër Jusufit alayhis salam, tha: kjo është nga dredhit tuja femrave. Me të vërtet dredhit tuja janë të mëdha. Kuptimi i kësaj është se kjo akuzë me të cilën përpiqeshte që bashkëshorta e ministrit që bënte Jusufit alayhis salam ishte pjesë dhe pjellë e intrigave të kësaj grue. Pastaj e porosit Jusufin alayhis salam ministri që ta mbaje fsheft këtë ndodhi. Jusuf qëndroi larg kësaj, pra mos ja spjego, mos ja trego as kujt këtë ngjarje, as kujt këtë ndodhi. Kurse bashkëshortës së vet u drejtoi dhe i tha:
kërko falje për gjunajnë tonë, se vërtet ti e fajtorja. Kërko falje për dëshirën dhe synimin e keq që e pate për Jusufin. Më pas për shpifjen nda një njeriu të pasër, nda një njeriu të pafajshëm. Nga jetët e lartë të përmendura vëllezër të ndershëm besimtar mund të mësojmë. Lufta e jonë ndaj epshit. Ne e dim se lufta më e madhe në Islam është lufta ndaj egos, ndaj epshit, e cila është përshkruar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith si lufta më e madhe. Do me thonë, ajo është një luftë më e madhe se sa lufta ndaj armikut, e cila është përshkruar si lufta e vogël. Nëse të njeriu nuk përmbushet lufta më e madhe me kuptimin real e konkret, ai nuk do të triumfojë luftën e tij ndaj armikut të vet. Shpërblimi i sinqeritetit. Sikurse shpjegum në ajetet e lartë përmendura, me të vërtet Kur'ani famëlar shpëtimin e Jusufit a.s. nga kjo krizë e rrezikshme në cilën e vendosi gruaja e Azizit, ja atribon Allahut të lartësuar, ku thot, kështu e largum nga e keqja dhe vepra e shëmtuar. Tu vlen përmendet se Jusufi a.s. ishte prej robërve të sinqertë të Allahu xhaleshanuhu. Jusufi a.s. i kishte arrit këtë gradë, ku qëndroi si një mal përpara kësaj krize. Prandaj çdo njeri duhet përpiqet që të arrije këtë gradë të lartë në jetën e tij të përditshme. Kurani famëlar nuk e ka përshkruar me një shprehje të drejtë për drejtë gruan e ministrit, por ka thënë, por ajo në shtëpinë e së cilët gjendet ai, për të afruar qartësimin dhe për ta heqë shpirdën, ashtu siç ka mishru njohurinë e Jusufit për të vërtetën, dhe gjithashtu ka mishru edhe problemet e Jusufit a.s. mos dorëzimin kundër atij që e kishte jetën e tij dorën e saj. Ajo ja mbyllur të gjitha dyert, tregon se me forcë tentoi që ta shtije në këtë mëkat të madh. Fjalia dhe tha, jam e gatshme për ti, shpjegon fjalën e fundit të gruas së Azizit për të arritur qëllimin dhe gjahun e saj që i kishte Jusufi a.s. Por ajo është një shprehje në kuptim të gjanë dhe në të nuk ka diçka që tregon një shprehje të keqe, është shprehje në kuptim të gjanë dhe nuk ka diçka shprehje keqe. Kurse në ajetin kuranor, lutjen që e boni Jusufi a.s. tha, Allahu më ruaj, Zoti im ka tregu kujdes për mu. Kuptimi i kësaj fjalie që Jusufi a.s. ja tha kësaj gruaje është nga shumica e komentuesve, unë i kërkoj Zotit tim të më ruaje nga ti. Se vërtet Azizi i Egjiptit është shoku dhe kujdestari im që më ka respektu, më ka nderu, më ka mbështet, si mundem unë të tradhoj ata. Kjo vepër është një tradhti dhe padrejtësi. Dhe padyshim keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurrë. Me këtë ajet sqaron Allahu xhaleshanuhu përpjekjet e Jusufit në zgjimin e ndjenjave njerëzore tek kjo gruaje e ministrit. Vëllezër të ndershëm besimtar, kjo ndodhi, kjo ngjarje që i ndodhi Jusufit a.s. na jep të kuptojmë se secili prej nesh mund të kuptojmë dhe mund të marrim një mesazh ta forcojmë besimin ton, imanin ton, karshi problemeve në jetën ton të përditshme. Ta përgatitim nefsin ton, epshin ton përballë problemeve që mund të na ndodhin. Kjo është një shembull se si duhet të jemi nese besimtar karshi sprovave të kësaj bote, të cilët janë të shumta në mesin e tyre, është edhe kjo sprovë që e ka kaplu
Jusufin a.s. Dhe s'do men se lutja e jonë tek Allahu xhaleshanuhu ndryshon gjithë shka, por para lutjes ne duhet jemi ata të cilët e bojmë punë tona, jemi ata të cilët largohemi nga gjunahet, largohemi nga mëkatet dhe i drejtohemi në fund krijuesit ton Allahu xhaleshanuhu. Këtë ditë të bekuar të xumas, bashkarisht dhe të Ramazanit, bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që jemi nga ata të cilët e kryjmë këtë obligim, e kryjmë këtë Ramazan ashtu siç na porosit Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që të vdekurit tonë Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiron. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që pleqët tonë Allahu xhaleshanuhu t'i forcon. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që rinin tonë Allahu xhaleshanuhu në rrugë të mbarë të udhëzon. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që t'i pranon agjerimet tona, namazet tona, shifiret tona, iftaret tona, sadakat tona, zeqatet tona, çdo vepër tona Allahu xhaleshanuhu inshallah na e pranon, kurse tmetat tona Allahu xhaleshanuhu na i bëjë af edhe magfiret. Elhamdulillahi rabbil alamin. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.